Aleluja. Shalom, shalom, që ju të gjithve që po më ndiqni, Adonai ju bekoftë, qoftë me ju, qoftë me familjet tuaja. Do vazhdojmë pjesën e dytë të veçimit të besimtarit. Të inkurajoj të shikosh pjesën e parë. Ajo pjesë e parë do t'japi disa themele për gjërën që folëm para disa ditësh për lavdi të Atit. Një sekond, ju lutem, një gjë të vogël teknike. Lavdimit të Tija. Haleluja. Të lutem. Sekundë. Lavdimit të Tija. Haleluja. Okay. Haleluja. Le të vazhdojmë në shkrimi, vëlla motor, le të vazhdojmë në shkrimi për këto kohë që thrasin ndërgjegjësimin e zemrës tonë, thrasin pozicionimin, thrasin çdo hapësirë frymërore, ecje që Ati kërkon në frymën e shenjtë nëpërmjet shkrimit të Tija. Veçimi duhet të jetë edhe është, duhet të jetë për ty në jetën tënde, aspekti më kryesor që Ati flet në shkrimin e Tija, se pate në këtë rast asnjëri prej nesh nuk shkon në asnjë vend dhe vetë jeta e përjetshme ka aspekte janë të lidhura, do t'i shikojmë që përcakton hyrjen në portat e qytetit, Jeruzalemin e ri. Veçimi është e kundërta e të ecurit në mëkat, për lavdi të Atit. Kur veçohesh je ndryshe, kur veçohesh je dikush që mund të jesh target, mund të jesh shënjestër nga Satani. Kjo të takon ty në ecjen tënde, të takon ty çfarë do zgjedhësh, ku do t'i shërbesh, çfarë beteje në këtë rast je në gjendje të suportosh, të mbash, dhe vetë Mesia tha në këtë rast kur fliste për veçimin, dishipullizimin në Luka 14, prioritetin që ne vendosim ndaj mbretërisë së Tija, biles dhe kur jeta tënde ato në këtë rast nuk duhet të ketë vlerë para mbretërisë së Tij. Dhe ka fjalën për të dashurin gjërat tona personale, sepse nga ana tjetër, mos andaj kemi atë normal që është një formë idhujtarie e të dashurit të gjërave tona, të vetes tonë, postimet që shikojmë sot, apo në këtë rast çdo projekt që një person mund të bëj në për media sociale apo një postimet, fotot nuk do të thonë asnjë gjë në jetën e një besimtari. Fotot mund të qeshim, mund të tregojmë të perfekt, mund të tregojmë pa rrudha, të zbukuruar, por është zemra, gjendja e zemrës ku është. Vetë kur Mesia në Marku 7 erdhi të adresonte zemrën e farisinjve, zemrën e popullit që thoshte unë e dua, unë i besoj, ndërkohë praktikat e tyre kishin dëshmi dhe kishin fruta të diçka tjetër. Dhe prandaj do t'i njihni nga frutat dhe nga frutat njihemi secili prej nesh. Njëra nga frutat, njëra nga shenjat e mira që Ati kërkon është shenja e ditës së 7, e ditës së Sabatit, që ti duhet ta veçosh, ti duhet ta shenjtërosh, që themi, ti duhet ta lesh më një anë, sepse në atë ditë krijuesi, që thot në Zanafilla 2,
krijoi 6 ditë në atë ditë, pushoi dhe kur ati nafton të identifikohemi me karakterin e tij, nafton që të jemi të urtë dhe të nderojmë dhe të lavdërojmë atin tonë në atë ditën e tij të veçuar. Çfarë ngelet gjë tjetër, vëlla motër? Çfarë ngelet gjë tjetër që ti dhe unë duhet të bëjmë në atë ditë? Çfarë prioritet ka? Përveç shkrimi thotë që dita e 7 është një sabat pushimi, pushon nga të gjitha punët tënde, udhëtimet e gjata, nuk po themi udhëtimin që mund të shkosh për një mbledhje të veçuar, sepse është një mbledhje e shenjtë, e veçuar në atë ditë, për lavditë të tia. Ndërkohë kemi masandaj mbledhje të veçuara, të ashtuquajtura të veçuara. Çfarë bëhet nesër? Çfarë bëhet nesër? Nesër shkojnë ato 2 orë masandaj, mbas atyre 2 orëve çfarë bëhet? Shkohet në për kafet, në për gjerat, vazhdon dita si nga era. Që ka veçuar ajo ditë? Është e veçuar për atin? Është një shenjë në këtë rast, është një shenjë e të ligut. Në Zbulesa 14:11 përcakton shenjën e bishës, që në këtë rast ka dhënë bisha e Romës. Do t'i shikojmë. Ati ka vendosur sabatin si një shenjë të përjetshme. Ja ku e ke, është një shenjë e përjetshme. Toshtë aty nuk të eshtenë, apo nuk e ke akoma perceptuar në zemrën tënde. Ati ka vendosur sabatin për të veçuar popullin e tia, duke kremtuar brez pas brezi, si një beslidhje të përjetshme. Është një beslidhje përjetshme për ty, për mua, për familjen tënde, për secilin që është nën ombrellën tënde, nën çadrën tënde, thot shkrimi. Në atë ditë nuk punohet, sepse ka pasoja kur vazhdojmë ta shkelim urdhërimin e Atit. Gjëra që sot janë mësuar ndryshe nga drejtues që nuk ka drejtë në ta. Prandaj Isaia 8:20 thot haprosi. Përmbaju ligjit e dëshmisë. Ligji çfarë është? Përbehet brenda sabati, urdhërimet, festat e Atit. Ai është kushtetuta e tij, është karakteri i veçuar i Atit, karakteri përsosur, siç është ligji i tij përsosur që na jep liri, sepse mëkati vazhdon të mbajnë peng në skllavërinë e lekut, në skllavërinë e qefit, e kënaqësive, në skllavërinë e kohës, që shfryzon Satani ndërkohë Ati të rrejt popullin e tij në zemra troket. Prandaj po qaja herën e parë, në mësimin e parë, që zbriti fryma në këtë rast dhe po tregonte zemrën e mbretit të lavdisë për të kthyer në fjalën e tij, në praninë e tij, në atë adhurimin e vërtetë në frymë. Kur je në frymë, je në zbatim të urdhërimeve të festave të Atit, sepse zbatimi i fjalës në Jakovi 1:25 përcakton mbarësinë, përcakton jetën e përjetshme. Ta mbjellim thot atë fjalë. Kjo fjalë po fliste në kapitullin 1 në Jakovi, do të shikojmë Jakovi 1. Të jemi dëgjues të fjalës të kujt? Të asaj, të atij ligji të përsosur që të jemi bërës, thoshte në vargun 25. Se kështu mund të shpëtojmë shpirtrat tanë. Ja ku vjen me njerë hapësira edhe ku jep shkrimi urtësinë dhe përse çfarë arsye përmbahet për të shpëtuar shpirtrat tonë. Çdo gjë që Ati ka bërë, vazhdon të trokasi, të beje, të therrasi popullin e tij. E bën që ne të mbillemi në fjalën e tij, se duke mbjell fjalën, duke marrë pjesë në të mbledhurin tonë së bashku, duke qenë me njëri tjetrin, të rast me që dita po afrohet, të shpëtoj shpirtin tënd, vëlla motër. Po vëlla ti e ke paskar, nuk e kam arritur vëlla motër, po ngulmoj ditën e natë, po qaj, po vajtoj si punë e Mesias, që thante me lotë e përgjërimet, a thotë e prej të tësë, për të shpëtuar që nga vdekja, e pamë në mësimin e parë. Vetëm ai thotë që është në gjendje të shpëtoj nga vdekja dhe me lot dhe me përgjërime dhe me lutje i dërgonte Atit që ta shpëtonte nga vdekja e dytë, sepse vdekja e parë normal që secili për nesh dhe Mesia që ishte në mish, në këtë rast vdiq, por puna ishte në ringjallja. Dhe ai në këtë rast mësoi nga gjëra që pësoi, u bindur nga gjëra që pësoi, thot shkrimi. Dhe ne bëhemi të bindur në ecjen tonë për jetën e përjetshme, nga situata që Ati lejon në jetën tonë, nga gjëra që pësojmë sepse kemi shkelur diku, kemi shkelur urdhrimin e tij,
Dhe vjen masandaj Ati në këtë rast dhe e thot qorton popullin e tia, si Ati që do birin e tia, por ne sot nuk duam qortimet, ne sot jemi të vetë drejtë. Unë tani e di, unë kam besimin që më duhet mua mbledhja e shenjtë, që më duhet mua sabati, unë kam shenjën e Papa Gregorit të 13, a i ma ka dhene që në 300-ën, to janë manipulimet e satanit që vazhdojnë të implementojnë asamblen e tia, me drejtuse që vazhdojnë të gënjehen dhe gënjehen kopet e tyre. Dhe prandaj jam në këtë rast me zë për gjërat të tilla, për ata që duhet të kenë urtësinë për ata drejtuese, sepse shumë prej kopesë nuk është akoma në djeni të gjërave që në këtë rast që shkrimi thotë, se janë të paqëndrueshëm, janë të pamësuar, normal që do të lëkunden nga çdo erë doktrine, por si mund të marrësh në këtë rast brenda në gënjeshtër me doktrina të reme të mësuara prej vitesh, nga njerëz që nuk e kanë hapur shkrimin, që ai shkrim nuk ka hyrë brenda akoma në zemrën e tyre. Dhe vazhdojnë të implementojnë gënjeshtrat e të ligut. Çfarë është mëkati? Pyete një pastorin tëm njerë. Çfarë është mëkati? Ti duhet ta dish definicionin për kufizimin publik, vëlla motër. Ti duhet ta dish në jetën tënde që ta evitosh. Kur ti nuk e di në këtë rast për kufizimin që të japi shkrimi, jo njeriu, jo manipulimet dhe filozofitë njerëzore që shtrembërojnë shkrimin. Çfarë thotë shkrimin e para Gjonit 2:3-4? Para Gjonit 3:4, Levitiku 4:2, shikoje, dërgoj një mesazh, drejtuesit tëm të kuptojë, ndoshta i hapen sytë. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, në Jakovi 1:21, e cila mund të shpëtoj shpirtrat tuaj. Pranoni, prania, zemërbuti, zemërurti, pranon urdhrimet e Atit, pranon fjalën e tia, pranon urtësinë që vjen nga lart, pranon integritetin, karakterin, fjalën e Atit që zbret nga qielli, e ka dekretuar, e ka folur, e ke në telefon, e ke në libër, e ke kudo sot. Por puna është, a ke hapur ndonjëherë në jetën tënde? A ke hapur sot? Apo kemi në këtë rast muaj, vite? Në masandaj, si do hysh ti në mbretërinë e lavdisë? Nëse vazhdojmë, ishte thjesht diçka për... Shiko zbulesën 14:11 që është e lidhur me shenjën në këtë rast shenjën e të ligut, që jep damkën, bisha që adhurohet. Bisha na ka dhënë në ditën e parë të javës, nesër ti do shkosh në këtë rast ta veçosh, gjoja ta veçosh për ato 2-3 orë. Ndërkohë që dita e sabatit në këtë rast vetë Mesia thon sabati çfarë? Është të bërë. Është një nga urdhërimet e tij, po le ta shikojmë. Ja ku e ke në ekran. Sabati është të bërë për njeriu. Është vendosur për njeriu dhe ja ku e ke nga leksikoni ginomai. Është fjala nga leksikoni që në këtë rast e keme të kuqe. Okej, e merr në ekran. Dalta shiko. Okej. Të bëhet thot. E ka fjalën për fjalën këtu, është të bërë. Çfarë do thotë? Po të shikosh. Dhe shumë prej nesh nuk shkojnë të gërmojmë çfarë ajo fjalë do të thotë për ta kuptuar. Çfarë kontekstin e vërtetë, çfarë ka dashur të thotë autori. Berë do thotë të behet, do me thënë të vi në eksistencë, të filloj të jetë, të marri qenje, të marri jetë, të marri zhvillim, lavdiatit, për njeriun. Imagjinoj, çdo njëra për këtyre pikave vendose këtu. Të behet për njeriun, të vi në eksistencë për njeriun, sabati të filloj të jetë për njeriun, sabati të ngrihet në këtë rast të lartësohet për njeriun. Të dali në skenë për njeriun, ta shfaqesh, të mos kesh turp, nga lajmi mirë, është pjesë e lajmit të mirë, sepse është fjala e tij, është urdhërimet e tij, në këtë rast që ti shfaq identitetin, karakterin tënd. Sabati është kompletuar lavdiatit, është në këtë rast është rregulluar, është kompletuar, është modeluar për njeriun, lavdiemrit të tij. Nga ana tjetër thotë ke të bësh dhe me të bërit të thotë i mrekullive. Sabati është një mrekulli, është bërë një mrekulli për njeriu. Shiko sa fjalë kur hyn brenda dhe shikon shkrimin që është i pasur.
me jetë. Dhe sot themi neve nuk do të adim për sabat, për ditën e 7 që është një shenjë përjetshme, bestilje përjetshme për popullin e tij. Është urdhërimi 4, ja ku e ke, me të kuqe. Urdhërimi 4, mbaje mend, mos e harro të tati, mbaje mend ditën e sabatit dhe veçoje, thot. Veçoje dhe dita 7 e veçuar e shenjtë për Jahuen Elohimin tënd, thot. Nuk do të bësh as një ditë në atë punë, as ti, as biri yt, as bia jote, as shërbëtori, thot. As shërbëtoria jote, as kafsha juaj, thot, as i huaj që ndodhet brenda portave të tua, sepse në 6 ditë Jahue krijoi qenjtë dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e sabatit të shtun ai pushoi, prandaj e ka bekuar ditën e sabatit dhe e ka shenjtëruar atë, e ka veçuar ati dhe e ka veçuar për kë? A tha vetë Mesia, për kë është e veçuar? Është e veçuar për njeriu, dhe jo të vendosi njeriu kur do ta kem unë, apo e kam të henën, e kam të martën, e kam të mërkurën, po unë tani vendos, çfarë foli ati ka më përpara, nuk ka rëndësi, çka ka dekretuar fjalën e tij, nuk e marr parasysh sepse unë e di si ta bëj, unë e di si të vendos kur është bërë sabati për mua. E kështë fjalën që kur vazhdonin të implementonin lidhësitë e kohës së ateshme, farisejt apo farisejt e sotëm që ke, dhe thoshtin mund të vendosi njeriu, nuk mund të rregullojë dhe të vendosi rregullat njeriu për sabatin, po sabati është gjatë dekretuar, e ka folur atë, thot, dhe është bërë për njeriu, që njeriu të pushojë, të rigjenerojë në forcën e tij, të marrë pjesë në mbledhjen e veçuar, të identifikohet thot me mua, se kur nuk identifikohesh me atin, masandaj, me këtë do të identifikohesh. Normal që identifikohesh me shenjën e të ligut, prandaj të përmenda zbulesën 14 e 11, dhe në vargu 12 thot, kjo është qëndrueshmëria. Kjo është qëndrueshmëria e shenjtorëve atyre kujt që zbatojnë urdhrimet e Atit, thot, dhe kanë besimin tek Jashua Mesia. Urdhrimet dhe besimin që janë një. Po unë sot kam besimin. Okej, mbaje besimin tënd. Por ku janë urdhërimet e Atit, ku është ecja jote, ku janë frutat, me çfarë dallohesh? Besim ka tërbota në diçka, ka lloj besimesh. Pikërisht besimi përcaktohet nga ecja tonë, nga bindja, nga frutet tona. Ligji e Atit që janë, akoma sot dikush nuk e ka. Ligji është, janë urdhërimet, festa, sabati, çdo gjë që është të dhënë instruksione për jetën tënde. Janë të mira, janë të veçuara, janë të shenjta, janë të drejta. Ecja në drejtësi që përcakton, do të përcaktoj jetën tënde. Kjo është Romakëve 7:12. Apo do të shikojmë Timotion. Timotios, që është emri i tij vërtet, me baban grek, me nënën hebre. Si tha apostulli Shaul Pali, vlla tha atij që vazhdo tha të meditosh, të qëndrosh, të mësosh, të shkrimin që ti mësove që nga fëmiria, se kush ja mësovi, nëna dhe gjyshja e tija. Qa shkrimi kishte Timotios? Ka shkrimi kishte në atë kohë, kishte ligjin, urdhrimet, festat e Atit që i praktikunin, duke qenë mësuar nga nëna. Përse nuk thot shkrimi që ishte mësuar nga babai, se babai ishte grek, prandaj kishin atë diskutimin në këtë rast, dhe masandaj apostulli Shaul Pali e këshilloi në këtë rast, e rekomandoi, duke i thënë në këtë rast, ti vllati, unë e di që beson në këtë rast në urdhrime, unë e di që ti beson tek Mesia Jashua, thot. Çfarë të ndalon, thot, për të marrë shenjën, thot, e besimit që ke? Dhe masandaj do shkrimi që Timotios në këtë rast u rrethpre. Koma nuk e kemi kuptuar disa gjëra. Dhe ne dimi që ligji është i mirë, nëse njeriu e përdor si duhet, jo ta shtremburojë. Jo ta refuzoj me njerë, po nuk dua t'ja di unë. Në rregull, nuk do t'ja dish. Në këtë rast po refuzon Atin dhe birin e tij në të njëjtën kohë. Duke ditur që ligji nuk është vënë për të drejtin. Përse për të drejtin? Sepse i drejti ecën në rrugën e drejtë.
Në këtë rast nuk do ta gjykojë e ligji, përse? Sepse po ecën mirë për atë moment. Por për të pabesët që kanë braktisur ligjin, Psalmi 119, vargu 53, një ndinjat e madhe më pushton për shkak të pabesëve që kanë braktisur ligjin tënd, thotë psalmisti. Ja ku është kategoria e pabesëve dhe çfarë bëjnë ata? Braktisin urdhrimet, festat, sabatin e Atit, që është ligji. Tora që quhet nga hebraishtja. Ligji në këtë rast është vënë për të rebelët, për të ligët, për mëkatarët, përse? Sepse mëkati është shkelja e ligjit, për të pamëshirshit, për të ndyrë për ata që vrasin babën e nën, vjet urdhrimet, për vrasërit, pra për kurvarët, urdhrimet e Atit, për homoseksualët, për grabitësit, për të rremët, për ata që shkelin betimin, dhe për çfarë? Dhe për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Doktrina e shëndoshë, pikërisht vetë apostulli Shaul Pali këshillon pastori Timoteos që ligji thotë është i mirë, thotë. Ne e dimë, thotë, ne kemi realizuar, ne e kishim, ne jemi në dieni, thotë, që ligji i Atit është i mirë, pikërisht atë që thanë Romakëve 7:12 pak më përpara. Dhe ky ligj masandaj është vënë në funksion për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Pikërisht ke ligjin që është i mirë, doktrina e shëndoshë në të njëjtën kapitull, masandaj ke ungjillin e lavdisës së lumit Elohim që ishte besuar apostulli Shaul Pali. Pikërisht është i mbushur me çdo perspektivë që po të jep shkrimi në ekranin tënd. Doktrina e shëndoshë, për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim, çfarë do përdorësh? Do përdorësh ligjin, po thotë. Ligji është i mirë dhe duhet të përdoret siç duhet, duke ditur që ligji nuk është vënë për të drejtin, por në këtë rast pastaj vazhdon në fund, është vënë thotë për gjithashtu thotë për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Pikërisht ligji i Atit na mban në brazdën e mirë, na mban në shenjtrinë e veçimin, që të mos gënjemi me çdo erë doktrine. Në çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë, thotë përdor ligjin thotë. Përse? Sepse do vi koha kur njerëzit nuk do të durojnë në doktrinën e shëndoshë. Do vi koha, thot apostulli Shaul Pali, thot Timoteus, qëndro, thot. Në këtë rast këshillo, qorto, thot. Me çdo autoritet, thot. Me çfarë? Me anë të ligjit, thot. Sepse do vi koha që njerëzit nuk do të durojnë doktrinën e shëndoshë. Por sipas endjeve të tyre, në këtë rast do të mbledhin grumbullues, do mbledhin grumbull mësues që do guldulisin veshët e tyre. Sot, kur i thua një vlla, një motre, vlla motër, mos vazhdojmë të ecim në paudhësi, sepse mëkati në këtë rast është shkelja e ligjit, paudhësia është mëkat. Në thot vetë shkrimi, që ti të gëzosh jetën e përjetshme. Jo, masandaj të kuremi, gjejmë mënyra të tjera, nuk komunikojmë, duat jemi në paqe, duat jemi në paqe. Ti vazhdon të ecësh në paudhësi dhe duhet jemi në paqe. Çfarë paqe është ajo? Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e Tij, thot shkrimi. Psalmi 119:165. Dhe asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Kjo është paqja e vërtetë. Kjo është ajo brenga e mirë, e lehtë që na jep Mesia. Nuk janë të rënda urdhrimet e Tij. Dhe do të largojnë veshët nga e vërteta, do t'i sjellin drejt prallave. Vlla motër, largohu prej prallave, prej mësuesve të rremë. Kam vazhduar për këto vitet e fundit dhe do vazhdoj për lavdi të Tij. Vetë sikur të jem. Do vazhdoj të dekretoj urdhrimet, festat e Atit, derisa mbreti i lavdisë masandaj të shfaqet, sepse kurora masandaj vjen prej Tij, nuk vjen prej njerëzve, sepse njerëzit nuk do durojnë fjalën kur i thuhet, sepse është mishi që nuk do të nënshtrohet sabatit, është mishi që nuk do të nënshtrohet festave të Atit, ligjit të Tij, Romakëve 8. E thot hapurazi, mendja mishore nuk do të nënshtrohet ligjit.
Po thot ai që ecën në bindje, ai që ecën në mendje kontrolluar nga fryma, prodhon jetë dhe paqe. Pikërisht në fjalë të urta 3. Dëgjoni mësimet e mia, thot o birim, ki kujdes nga urdhërimet e mia, thot. Se duke zbatuar ato, thot, do të kesh jetë dhe paqe, biles se do gjesh hir në sytë e Elohim, thot, dhe të njerëzve. Hir, gjen favor të pamerituar, gjen ndihmën që nuk e kishe merituar. Në rrugën tënde, kur ecën në rrugën e drejtë, në urdhërimet e Atit, je pa njolla, pa të meta. Dhe masandaj kërkojmë Atit, thot shkrimi, dhe ai na jep përse? Sepse zbatojmë urdhrimet e Tija. E para e Gjonit 5, mos gaboj. Po në letrat e Gjonit, do ta shikojmë më vonë. Njerëzit do t'i largojnë vesh nga e vërteta, çojnë drejt prallave, cila është e vërteta, ja po kemi prap një aspekt tjetër. Atë që po thesha pak më përpara, kjo është një dëshmi e vërtetë. Prandaj thot me ashpërsi ata që largohen nga e vërteta, nga doktrina e shëndoshë, thot, që ata të shëndoshen në besim, pikërisht besimi i vërtetë, që na praktikon, na shfaqe dhe sjell urtësinë e Atit në shkrimin e Tij, në karakterin e Tij. E ka rafinuar Ati urdhrimet, festat që janë jetë për neve. Adhurimi i vërtet në festat e Tija, tani po vjen Pashka në datën 8 prill. Jo darka në këtë rast që mbajnë katolikët, ato janë manipulime të shkrimit. Pashka Ati që është në Eksodit 12, që Mesia mbajti për 33 vjet me apostujt e Tija. Që apostujt Shaul ta thotë në para Korintasve 5, thotë le të kremtojmë Pashkën, nuk tha le të kremtojmë darkën. Mesia na urdhëroi, vëlla motër, që kur ju të mbani Pashkën e Atit tim, në këtë rast më kujtoni mua, në këtë rast kur të merrni pukën dhe pukën pa maja. Ai ishte në këtë rast interpretimi i duhur. Mesia nuk erdhi për të anulluar urdhrimet e Atit. Është Mesia e rejma ju që në këtë rast të kanë thënë ty dhe mua për vite, do të dalësh nga gënjeshtra, nga mësues që në këtë rast që të kodulisin veshët. Se kur vjen e vërteta masandaj, largohen ato gudulisje. Pa u vënë veshin për rallave të judejve, ke plot judej me çdo lloj sekti në Izrael, me judaizëm, me çdo gjë që praktikohet jashtë urdhrimeve të Atit. Kalon në këtë rast, kalon ata në detit Mesdhe, edhe për te oqanit, dhe në çdo vend tjetër, sa ata quajtur judaizëm në këtë rast perëndimor ke, që praktikojnë gjëra që nuk janë biblike. Me çdo sekt që kanë krijuar denominacionet me 300 e ca të tyre, që apostulli nuk ka njohur, Mesia nuk praktikoi gjëra të tilla, nuk na la urdhërime të tilla. Sepse çfarë ato janë urdhërimet e njerëzve që të largojnë ty dhe mua nga e vërteta. Drejtësia jote është një drejtësi e përjeshme dhe ligji yt është i vërtetë. Këtë mbahem mend, vëlla motër. Ligji i Atit, urdhrimet, festat e Tija janë të përjeshme, thotë Levitiku 23, Eksodi 12. Çdo festë e Atit është e përjeshme. Do t'i praktikojmë kur të vi Mesia në 1000 vjeçarin në Jeruzalemin e ri që po vjen, që po zbret nga qielli i tretë. Por puna është që kushdo hyn ato portat e Tija, se Zbulesa 22 ta thot haprazi, konteksti dhe hyçi është thot lum ata që zbatojnë urdhërimet e mia thot Ati, që do kenë akses në drujë jetës. Vullosja me frymën e shenjtë, vëlla motër, vjen me anë të pendimit dhe besimit tek Mesia. Ajo i përket në këtë rast ardhjes, të hysh në beslidhjen, të shartohesh në pemën e shenjtë, nga dy popull na bëri një, lavdiatit, kombet jashtë dhe Izraeli që beson tek Mesia. Lavdiatit jemi një, Efesianë 2. Masandaj po flasim për rrugën që ti duhet të ndjekësh për të hyrë në jetën e përjetshme. Mos ndiq gënjeshtra, mos ndiq mësues të rremë, apostull, profetë të rremë, që fillojnë me njerë duke thënë ligji nuk na duhet tani. Ka aty do t'jetë një alarm në zemrën tënde, në mendjen tënde. Mos u tërhiq nga emocionet, se emocionet të çojnë në mëkat.
Shkrimi të çon në drejtësi, lavdiati, të çon në jetën e përjetshme. Ti do shikosh çfarë shkruhet, Mesia tha, është të shkruar. Apo nuk tha Mesia në Mateu 4, është të shkruar. Që njeriu do të rojë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim. Dhe në përdori, akoma nuk ishte zbritur nga mali, po na tregon rrugën si neve duhet të adresojmë çështjet frymërore, kur i ligu vjen dhe do të manipuloj jetën tënde. Është të shkruar, me njerë ti do të shkosh, është të shkruar. Por dale se dëgjova që nuk ka rëndësi, është të shkruar dhe le të vetë ta shikoj çfarë është të shkruar. Kjo të jetë disiplina jote, integriteti jot, puna jote, të gërmosh, të kërkosh në shkrimin e veçuar të shenjtë, që ati të ka dhënë. Jo të drejtohesh me çdo lloj manipulimi online që dalin dhe nuk e din ku janë, pa dritë, thot Isaia vetë. Isaia 8. Kur largohesh nga ligji, masandaj këshillohesh me mediumët, me witchcraft, me çdo magji, me çdo frymë manipuluese. Përmbaju ligjit e dëshmisë, thotë profeti Jeshaja. Nëse nuk flasin sipas kësaj fjale, është sepse nuk ka dritën në ta. Ti je afër o Jahwe dhe të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta. Para Gjonit 5:3, urdhrimet e Atit që ne duhet të mbajmë se rezultati i dashurisë së vërtetë ndaj Atit. Ka plot që janë të vakur, ka plot që janë të gënjyer, është një mundësi që ti të kthesh, është një mundësi që ti të pendohesh bashkë me mua për gjëra që neve duhet punojmë me veten tonë, për të marrë në këtë rast jetën e përjetshme. Përse në Gjoni 3:36 të flet, ai që nuk i bindet birit, thot, nuk do të shikojë, thot, jetën, thot. Zemrimi atë që ndron mbi te, pikërisht. Ai që nuk i bindet të birit. Ndërkohë, i biri ju bind Atit të vet. Në Hebrejnë 5. Ja po shikojmë atë shkrim. Nuk e di ku është në po, ja ku e kem. Bashkësia, intimiteti që Mesia kishte. Kështu Mesia nuk e përveçsoi ai vetë lavdinë që të bëhet kryeprift, është kryeprifti tonë i lartë, i përjetshëm, i përsosur. Vetë zyra e tij sot nuk përcaktohet nga mësimet edhe nuk flitet për gjëra të tilla. Nuk flitet për 1000-vjeçarin sot, çfarë dhe themi ok, unë do shkoj në qell. Do të shkojnë për një kohë në qell dhe do kthej sepse zemër buti, zemër urti, i përulluri, i drejti do të trashëgoj tokën, Psalmi 37. Jeruzalemi i ri, kur Mesia do jetë në këtë rast kryeprifti mbi tërë mbreti i mbretërve, i tërë dheun. Atë i lavdi në këtë rast ja ka dhënë Ati. Ti je biri im dhe sot më lindje dhe ashtu siç thuhet në fugje tiu, thot, ti je prift për jetën, sipas rendit të Melkisedekut, i cili në ditën e mishit të tij, çfarë bëri? I cili në ditën e mishit të tij, ka fjalën kur erdhi në mish, kur në këtë rast lindi nga virgjëresha Miriam, me klithma të larta, çfarë bëri ai? Dhe me lotje ofroi lutje dhe përgjërime atij që mund ta shpëtonte nga vdekja. Mund ta shpëtonte nga vdekja. Dhe kjo do të jetë hapësira jote. Kjo do të jetë dhe do të vazhdoj të kërkosh Atin me lot, me klithma të larta, dhe ti dhe unë bashkë me përgjërime që ai të mund na shpëtojë nga vdekja. Nga vdekja e dytë po flet vëlla motër, sepse vdekjen e parë të gjithë bota e ka, atë ka përcaktuar Ati që në zanafillën njeriu nuk do ndëronte thot për tegjin e 20 vjeçve. Kur vetë Mesia ofronte klithma të larta me lot, i ofronte lutje dhe përgjërime kujt? Atit të tij, atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua sepse ishte i mirë, apo ishte në këtë rast dikush, nuk ishte në këtë rast dikush vëlla motër që Ati kishte vendosur që ai nuk do të bënte asnjë gjë në rrugën e tij, po për shkak të frikës së tij nga Elohim ai u dëgjua. Për shkak të frikës, të ecim me frikë me dridhje për shpëtimin ton, thot apostulli Shaul Pali.
Edhe pse ishte birë, edhe se ti e birë dhe bije, duhet të mësosh të jesh i bindur nga gjërat që pësojmë. Ai mësoi të jetë i bindur nga gjërat që pësoj. Dhe si u bej përkryer, kur e ringjalli, për sosmëria, trupi që nuk ka marrë tani hynor, lavdiati, u bë veprojnësi i shpëtimit, u bë autori me për fjalë, u bë ai se thua kaku i shpëtimit të përjetshëm për kë grup personash. Për ata që i binden këto të shkrimi. Pikrisht Gjoni 3:36. U bë veprojnësi i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden. Këtë qeni shpallur kur e prif nga Elohim, pas rend të Melkisedekut. Shiko sa i mbushur është vetëm to 5 vargje në Hebrejt 5. Dërgoj klithma të larta me Lot, dhe ofroj lutje dhe përgjërime atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga Elohim. Le të vazhdojmë aty ku ishim. Ishim në doktrina e shëndoshme. Dëgjoni o bijtë mësimet e një ati dhe tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni. Ati thot të mësoni nga gjykimet e mia, nga urdhrimet e mia, sepse po ju jap një doktrinë të mirë. Mos ma praktisni, thot ligjin tim, urdhrimet e mia, festat e mia, ndërkohë sot çfarë po praktikojnë asamblejtë? Festat pagane, urdhrimet e njerëzve, traditat e njerëzve, traditat pagane që nga mbreti Nimrodi. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Elohim. Kush ishte gjithë shkrimi në Timoteos tu? Çfarë shkrimi kishte? Pastori Timoteos, çfarë shkrimi kishte? Në atë kohë, që akoma nuk ishte mbyllur kanoni, vetëm ishin letrat inkurajuese që dërgoheshin her pas here nga apostujt apo nga i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Elohim dhe i gjithë shkrimi është i dobishëm. Ai shkrim është i dobishëm për doktrinën, për bindje, për ndreqje, për edukim në drejtësi. Është i dobishëm për jetën tënde, që ti të mësosh doktrinën, do thotë mësimi i mirë, mësimi i shëndoshëm. Pikërisht atë që po i thoshte. A nuk i tha që ligji në këtë rast është vënë për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me mësimin, doktrinën e shëndoshë, me fjalën e mirë. Lutem atë që sytë të hapen vllamotë, sepse rrjedha dhe shkrimi dhe dëshmia që duhet të vijë në zemrën tënde, ajo do t'japi jetën. Vetë kur shkrimi thotë mos u largoni nga doktrina, thotë e mirë, nga mësimi i mirë, nga urdhrimet e mira, të drejta, të shenjta, të veçuara, do të veçojnë jetën tënde, do të krijojnë identitetin tënd sipas karakterit tim, thotë ati. Mos e braktisni ligjin, urdhrimet e mia. Mos i braktisni sepse janë jetë për ty. Do t'i shikojmë shkrimet, por ja ku e kemi këtu po. Romakëve 7:7, një sekundë më falni. Lavdiatit. Apostulli Shaul, çfarë thotë? Vllamotë. Kur ti dhe unë po të heqim ligjin e tia, atëre si do dish në këtë rast çfarë është mëkati? Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur, thot apostulli Shaul, thot paliq, veç se me anë të ligjit, thot. Dhe kishte fjalën në masonaj vargu parë, thot që në këtë rast thot ligji Toraja, aty ligji thot është ka funksion mbi njeriu, ka autoritet mbi njeriu derisa i rron. Do të duhet thot që të përcaktosh në këtë rast rrugën e drejtë, për të përcaktuar mëkatin, thot. Unë vetë, thot, nuk mund ta heq, thot, atë ligj, sepse
Unë thot vese me anë të ligjit, njojta mëkatin. Sepse unë nuk të ta kështë njohur lakmine, por të mos më kështë thuar, mos më thoshte ligji, mos lakmo. Nuk të kështë njojtur lakmine, nuk të kështë njojtur në këtë rastë i dhujtarinë, nuk të kështë njojtur moraliteti, nuk të kështë njojtur vrasin, nuk të kështë njojtur gënjeshtën, nuk të kështë njojtur vjedhjen, vese do ta thotë të ligjë urdhrimet, pëse janë 10 urdhrimet, ngroj vlla motër 10 urdhrimet, në të rëkërtua, që janë zemra ati ligji, po kur shikon urdhërime, në të razbarazoj ligjin, kur shikon ligjin, janë brenda festat, sabati, urdhrimet e tia, që nga në këtë rast, që nga Zanafilla masandaj, kryesisht në 5 librat e parë, i vazhdon masandaj ke në psalmet, ke në fjalë të urta, erdhi Mesia në këtë rast për na thënë disa prej urdhrimeve të tia, por mos i ngatëro urdhrimet e ati, sepse Mesia ta qëndronin në Jeruzalem, apo në këtë rast ku të merrni pashkën e atit tim, në këtë rast më kujtoni mua, ato ishin disa nga urdhrimet e tia. Apo kur tha në këtë rast që do ta donin armikun tuaj në këtë rast edhe do të luteni për në këtë rast për ta. Ato ishin urdhrimet që Mesia në këtë rast na la. Po si mund të heqin pjesën tjetër? Le të shikojmë ato urdhrime në këtë rast që na nxjerrin në pa mëkatin. Kur Mojsiu mbaroi së shqiptuari këto fjalë përpara Izraelit dhe u tha atyre, merrni me zemër tërë fjalët me të cilën kam dëshmuar sot kundra jush. Do t'u alini porosi bive. Ja ku kemi trashëgiminë e ligjit për të rirë 6, thotë, me tradoja atë me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë forcën, masandaj mësoja bive tënde. Lavdiate thotë, mësoja bive të tu, thotë. Urdhrimet e mia që dhe ata të bëjnë përgatitjen e tyre, që ata të dinë çfarë është mëkati, dhe të më nderojnë mua, thot ati, kështu do lesh trashëgiminë e mirë. Përse në Ozea 4, në 3:6, thotë, populli im vdes për mungesë njohurie, thotë. Përse ishte mungesa e njohurisë? Sepse në këtë rast ti ke braktisur ligjin tim, thotë, atëherë unë do të braktis ty, thot ati, dhe fëmijët e tu. Ja ku kemi trashëgiminë. Ne mos shkojmë për te. Kemi 10 urdhërimet. Urdhrimi i dytë i atit. Nuk do të bëj skulpturë ose shëmbëtyrë të asnjë gjëje. Si fizikisht thot ati dhe në mendjen tënde. Mos e bëj në këtë rast skulpturë punën tënde. Mos e bëj skulpturë në këtë rast para meje, thot familjen, thot apo kohën, apo vendet, apo qefet, thot. Mos i bëj ato skulptura, ato shëmbëtyra, thot. Se po të tërheqin në rrugën e gabuar, thot. Të asnjë gjë që ndodhet aty në qe, apo aty poshtë në tokë, në ujëra, apo në tokë. Nuk do t'i përulesh përpara tyre dhe as do t'i shërbesh. Si i përkulemi në këtë rast atyre dhe i shërbejmë? Çfarë jeta tënde po shërben? Ku ti nënftrohesh? Kush është autoriteti tënd në jetën tënde? Ati po e nështrohesh, ati po e shërben. Ndërkohë Mesia tha vetë në Mateu 4:4. Por i tha Satanit, thot, dhe ti do të thotë, do të vi një ditë në jetën tënde që ti thua Satanit, shporun në këtë rast, me çdo doktrinë të rreme, me çdo manipulim që ka ndaluar ligjin, urdhrimet e atit, sepse unë dua të zbatoj urdhrimet, dua të veçohem, ta nderoj atin tim. Dhe ti shërbesh dhe të lidhesh ngushtë me te, thot, në Mateu 4:4. Apo ku bën diferencë midis profetëve të rreme, thot, dhe profetëve të vërtetë në ligjin për të ri 17. Ata do të bëjnë shenjë mrekulli, thot ati. Por unë i kam lënë në këtë rast i lashe duhet të testoj zemrën tënde. Dhe gjithmonë testimi i zemrës që ati bën. Lejon situata në jetën tënde. Të çon në këtë rast edhe të çon në shumë hapësira për të ditur në këtë rast çfarë ke në zemër, do të zbatosh urdhrimet, do kesh frikë, do nderosh emrin e tij. Unë jam Jahu yt, jam Elohim xhelos që dënon çfarë? Pa drejtsinë e etërve, të fëmijëve deri në brezin e 3 dhe të 4 të atyre që më urrejnë. Pikërisht kur largohesh nga urdhrimet e atit, shkon në skulptura, në shëmbëltyra, përkulesh dhe i shërben atyre. Është shumë e thjeshtë.
Nuk duhet të kesh 4 vite teologji për të kuptuar në këtë rast diferencën apo kujt po i shërben, janë o i shërben atit, o i shërben satanit, është shumë e thjeshtë. Apo sot kemi masandaj kemi ato zonat gri që i quajmë ato jo po kjo nuk është kështu, po kjo do të jetë kështu. Tëra filozofi njerëzish. Dhe unë përdor dashamirësi për mira, për ata që më duan dhe zbatojnë urdhrimet e mia. Ja ku kemi trashëgiminë, që ati në këtë rast le, dhe në këtë rast jep mëshirë, normal që edhe ata vetë duhet të bëjnë përgatitjen e tyre, fëmijët tanë, ne do mundohemi të këshillojmë, ti do mundohesh të këshillosh, ti tregosh rrugën e mirë, do t'i tregosh që Mesia u ringjall në ditën e tretë, që ai masandaj të nderojë në urdhrimet e Atit, duke patur akses nëpërmjet besimit që shprehu tek Mesia për të shkuar tek Ati, siç neve vajtëm. Se nuk mund të shpëtonin veten tonë, veprat tona të mira janë lecka të ndotura. Dhe nuk mund të thuash ti që po bën vepra të mira duke abuzuar me ligjin, me urdhrimet e Atit. Ato vepra të mira nuk i merr parasysh Ati tënd, sepse je në paudhësi vëlla e motër. Mëkati në këtë rast është shkelja e urdhrimeve e ligjit të Tij. Kur ti nuk do t'ia dish për karakterin e vërtetë të Atit. Nuk do t'ja di çfarë praktikoj që na la shembull Mesia. Ti mas andaj, po unë po jap këtë gjë, po ndihmoj këtu, po shkoj të bëj këteja. Po praktikon një Mesia që apostujt dhe Mesia vetë nuk na ka lënë. Vazhdojmë se akoma jemi në hyrje, nuk kemi vajtur. Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur vetëm me anë të ligjit. Neve pendohemi, për sot i thuhet një personi duhet të pendohesh nga mëkati, ndërkohë ai nuk e di çfarë është mëkati në radhë të parë. Pendohu dhe beso tek Mesia, shumë e drejtë. Pendohu, por nga se do të pendohet, nga se do të kthehet, nga se duhet të ketë kujdes. I tregohet, sepse në këtë rast ligji nxjerr në pa mëkatin, nxjerr në këtë rast çdo papastërti, çdo shkelje që neve kemi bërë. Në këtë rast edhe masandaj na çon në vdekje mëkati. Zemërimi atij ligjit. Përse? Sepse ligji është i drejtë, i mirë dhe sjell zemërim ndaj shkeljeve. Përse ke kushtetutën në vendin tonë apo në çdo vend që je që po më ndjek? Ke kushtetutën, ke ligjet, në këtë rast që të ketë rregull, që të ketë ordër, që të ketë mirësi, që të kesh bekimet e vendit, të kesh mbrojtjen, të kesh qetësinë, të mos të vi në këtë rast të vjedhë apo të vrasë dikush në shtëpinë tënde, sepse në këtë rast ke kushtetutën, ke ligjin që është vendosur. Hiqe kushtetutën e një vendi, çfarë ke kaos dhe shikon masandaj kaosin që është brenda në shtëpinë e tij. Në shtëpinë, në kishën e Tij, sepse kur hiqet ligji masandaj ke çdo lloj imoraliteti, shturje, siç thotë në Romakët 4, ti ku nuk ke ligj, nuk ke shkelje. Ku nuk ke urdhrimet e Atit, nuk ka shkelje, nuk ka mëkat. Tani unë jam i vetë drejtë, tani shiko unë u luta sot në mëngjes dhe do më japë Ati sa gjëra të mira. Ati jep në këtë rast kur neve shprehim bindjen, nderin ndaj Tij. Mos e ngatëro mëshirën e Tij që na le kohën për ne të kthehemi, të pendohemi nga mëkatet, nga urdhrimet që kemi shkelur. Mos e ngatëro mëshirën e Atit, kohën që ai le, sepse vjen një ditë masandaj dhe fillon godet, siç na ka goditur secilit prej nesh, me sëmundje, me mbyllje të dyerve. Shko lexoje Levitikun 26. Përse në zbulesa 22 thot kur heqim dhe shtojmë nga shkrimi, thot masandaj Ati thot do zbresi çdo mallkim që është shkruar në Bibël. Ku ishte shkruar mallkimet? Mos ndoshta janë shkruar në Beslidhen e re, në Vëdjatën e re, mallkime të tilla. Janë shkruar në ligji për të rirë 28, 29, 30, Levitiku 26, i ke plot, se mos Levitiku 26, komplet, lexoje në jetën tënde.
është për ty, është aktiv në jetën tënde, biles është aktiv për kombet. Dhe po të shikosh tëra sëmundje që kanë ardhur dhe ati ka lejuar, kanë ardhur sepse janë larguar nga urdhrimet e tia. Kur një komb largohet nga urdhrimet, nga festat e atit, dhe ke në çdo vend ke vetëm altare ligësie apo mikrofona që buçasin në Shqipëri, me çdo ligësi që deklarojnë, apo me çdo lloj illujtarie që ndodhet në Shqipëri apo kudo, që ati ka thënë për ato gjëra të duhet i shkatërosh, duhet i radikosh ato gjëra, thot. Mos i lesh sepse do drejtojnë zemrat e njerëzve ndaj ligësisë së Satanit, thot. Do largohen prej meje. Pikërisht e tha që unë jam i Elohim xhelos dhe dënoj padrejsinë e etërve krejtë të katër mbi ata që më urrejnë. Nuk i marrim kontekstin e duhur, nuk marrim rrjedhshmërinë, harmoninë e shkrimit. Dhe kemi aktiv në jetën tonë, janë aktiv në familjet tona, janë aktiv në shtetin tonë, vetë urdhrimet e atit. Ai Levitiku 26, lexoj 5 librat e parë që është në këtë rast urdhrimet të Torah, ligji i atit, që janë në funksion të shumtat prej tyre. Nuk kemi një tempull, po tempulli do ndërtohet për të vijë Mesia. Hezekiel 48 ta thot hapurazi, ku do ndërtohet dhe të brenda në qytetin, në Jeruzalemin e ri. Këto gjëra nuk ne do shkojmë, po besove kaq është jeta jonë, po besuam. Kemi besuar, përse vëllezërit e motra sot largohen nga besimi? Sepse ka të bëjë me ecjen, me bindjen, me ndreqjen, me edukimin e drejtësi që neve kemi nevojë. Fal. Sepse do na japin në këtë rast ligji, urdhrimet e atit, që janë të dobishme për mësimin e mirë. Vazhdojmë. Ishim në ligjë për 32. Do ta lini porosi bijve dhe ata do të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji. Përse? Sepse ky ligj në këtë rast nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por çfarë? Është jeta juaj, thotë. Urdhrimet e atit janë jetë. A nuk ta thot fjalët e urta 4, fjalët e urta 3. Janë jetë, japin jetë, japin paqe, japin shërim dhe freski ndaj kockave trupit tonë. Sot neve drejtojmë në doktorët. Gjëja e parë që ti bën, do shkoj në psikolog, do shkoj në doktori. Je lutur më përpara, vëlla motër? Ku është besimi tënd? Besimi tënd është në doktorët, në njeriu? E ke lexuar çfarë thotë Jeremiahu, profeti Jeremiahu, ku neve vendosim besimin tek njeriu, që është një mallkim nga ati? Sepse ke vendosur rrugën, ke zgjedhur rrugën tënde të shërimit, të rrugdaljen. E bën atin si të pa fuqishëm. Ai shiko, nuk po vjen. Ja, unë luta sot në mëngjes, por ai. Ky është besimi jonë. Kur atë flet për qëndrueshmërinë, flet për besimin, flet për pritjen të presësh me 1 javë, 2 javë, 1 muaj, sepse po punon me gjëra më të thella në zemrën tënde. Dhe atë nuk qenë ka në gjendje të dërgojë një engjëll dhe të shërojë në atë moment. Por e le apostafat, pse e la Jobin për atë kohën e caktuar, biles në libri i tij, testamenti i Jobit, jo në Jobi që kemi, janë libra që janë hequr, përcakton që ishte me vite që qëndronte. E la sepse kishte parë disa gjëra. Dhe ta ku të hapur azinë, mos gaboj në Jobi 28. Ja shikojmë me që erdhi fjala, sepse shumë prej nesh duhet të kuptojnë shkrimin. Është një kapitull i fuqishëm kur flet për gjendjen e tij dhe çfarë duhet të bënte dhe çfarë dëshmojnë dhe të tjerët, çfarë dëshmi e la. Ja, një moment sa ta gjej.
Po, 33, më falë, ju një senet, po 33. Wow. Është një varg i fuqishëm. Pak i vogël, por ja ta zmadhën pak. Jobi 33. Njeriu paralajmërohet gjithashtu në dhimbjen e shtratit të vet. Njeriu paralajmërohet në dhimbjet e shtratit të vet, me torturën e pandërprerë të kockave të tij. Aq sa i neveritet buka dhe madje edhe ushqimet më të shijshme. Përse vijnë në këtë rast dhimbjet, sëmundja? Sepse janë paralajmërimet që njeriu paralajmërohet nga Ati. Masandaj na ikën uria, s'kemi uri për bukën, për ushqimet më të shijshme. Apo dhimbje që ke, duhet të komunikosh me Atin, vlla motër, komuniko me te, përse kam këtë gjë që po ndodh në jetën time. Çfarë kam bërë kundra teje, sepse është ai që jep jetë dhe është ai që në këtë rast jep në këtë rast goditjen, paralajmërimet. Veç Satani në këtë rast u lejua, mori leje, që ta aflikonte, që ta mundonte Jobin. Mori leje prej Atit. Ti ke vënë tha mbrojtje tha personit të tij, i ke vënë gjërave në këtë rast në shtëpinë personave të tija, biles dhe gjëra që ai ka jashtë, thotë ti ke vënë, thotë gardin e mbrojtjes. Dhe kur lexon psalmin e 91, përse po flet që kush qëndron në hijen e të plotfuqishmit, do ketë bekime, do ketë mbrojtje. Kush qëndron, si qëndrojmë, në zbatim të urdhrimeve të Atit. Ajo është qëndresa, ajo është bindja. Ajo është të qenit nën ombrellën e tia, nën krahët e tia. Ku je nën krahët e tia, i drejti turret në fortesën e tia dhe gjen mbrojtje, gjen siguri lavdiatit. I kemi shkrimet përpara. Mishi konsumohet dhe sa hap me mbyll sytë, ndërsa kockat e tij që përpara nuk dukeshin, tani nuk dukeshin sepse ishte shëndosh, ishte mishi. Tani dalin jashtë, përse? Sepse është dobësuar. Kështu shpirti i tij afrohet gropës dhe jeta e tij atyre që sjellin vdekjen. Por në rast se pranë tij ka një lajmëtar, një ndërmjetësues, dhe një i vetëm ndër 1000, çfarë do bëjë ai, lajmëtari, ai ndërmjetësuesi që ka parë nga jashtë çfarë ndodh në jetën e tij apo të saj, do t'i tregojë detyrën njeriut. Cila është detyra? Që të pendohet, të kthehet në urdhrimet e Atit, në festat e tija, të kthehet në këtë rast mos e shkeli në urdhrime sepse është në mëkat. Në vetën e Gjoni thotë që ligu nuk e prek kur zbaton urdhrimet e Atit. I ligu nuk e prek atë, do ta shikojmë shkrimin më vonë. Elohim masandaj i vjen keq sepse çfarë? Ai person, ai lajmëtar, ai ndërmjetësues erdhi dhe i tregoi detyrën njeriut. Ai person tani supozohet që është penduar, thotë, dhe masandaj thotë Elohim, thotë i vjen Atit Elohim, i vjen keq për te dhe thotë, kurseje, ky ndërmjetësues masandaj do t'i thotë që kurseje që të mos zbresë në gropë, ti më këshirë, gjeta shpengim për te. Atëre mishi ti do të bëhet i freskët, sikur se ishte fëmijë, ja ku kemi restaurimin, dhe ai do të kthehet si në ditën e rinisë së tij. Halleluja. Do t'i lutet fort Elohim, masandaj. Do t'i lutet vetë, sepse tani çfarë ka ardhur restaurimi. Dhe do të gjej hir pranë ti. Lavdim ti. Kur zbaton në fjalorta 3, zbaton urdhrimet, mësimet e Atit, gjen hir në sytë e Atit dhe në të njerëzve. Kur do të zbato sabatin e Atit, gjen hir në sytë e njerëzve. O po vlla, po do të thënë, ato opsione ishin të punës në Shqipëri. Ka plot hapësira, ka plot urtësi, ka plot manifestime nga dora e Atit për hapësirën tënde, për nevojën tënde, që kur ti ke një zemër të zbatosh sabatin, urdhrimet e tija, do t'japi hir, do t'gjesh hir në sytë e njerëzve.
I shikojmë shkrimet, mos ndoshta thot çfarë po thot ky vëlla. Ja ta shikojmë. Nuk po flasim, është e vërteta e shkrimit, është e vërteta e tij, është fuqia e shkrimit, të lavdimit të tij. Është fjalë të urta 3, atë po theshim. Ja ku kemi nga vargu 1 deri në vargu 8, po ecën fish fryma po na drejton. Ja po e shënojmë këtu më poshtë. Do të vazhdojmë. Ja ku ke shkrimin përpara. Ja të shkojmë me ekrani apo jo. Okej, lavdiatit, mirë është. Birim, bija ime, me pak fjalë, mos haro mësimet e mia dhe zemra jote të ruaj urdhrimet, ti ruash si bebja e syve tu, thot, në fjalëta 7:2. Ti ruash urdhrimet e Atit si bebja e syve të tu. Ti dhe unë ne ruajmë bebën në këtë rast, mos na dëmtohet. Bën çdo gjë të pamundur. Kurse urdhrimet e Atit në këtë rast nuk i ruajnë për jetën tonë që janë jeta juaj, e pam pak më përpara. Sepse do të shtohen, pam pak më përpara, ja ku e kemi. Sepse do të shtohen ditë të gjata, vite jete dhe paqe. Duke çfarë? Duke bërë çfarë? Duke në këtë rast unë besoj, duke mos harruar mësimet e tia dhe zemra jote të ruaj urdhrimet e Atit. Jemi në fjalë të urta 3. Ato urdhrime që në para Gjonit 5:3, në Gjoni 15, në e dyta në letrat e Gjonit, në Zbulesa 14:22, këto janë urdhrimet e Atit. Janë shfaqur në këtë rast beslidhje që Ati beri me popullin e tij, që na bëri pjesa tani, na shartoi në popullin e tij. Na bëri një, Efezianët 2, nga vargjet 11 deri te 18, beslidhja e gjakut të Mesias që na bëri një. Mirësia e vërteta e urdhrimeve, Ati në këtë rast po flet nëpërmjet fjalës së tij. Mos të lënçin kurrë, thot. Lidhje rreth qafës. Shkruaj mbi tabletën e zemrës sate, ke urdhrimet, mbaj mend, thot, ruaj, thot. Dhe çfarë? Do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë e Elohim dhe të njerëzve. Mos andaj flet për besimin, por me që e lëm pa kontekstin, për të se po flisnim për gjetjen e hir kur zbaton, kur do të ruash urdhrimet, festat e tij që janë shprehur në Levitiku 23, në Eksodi 12, që po vjen tani Pashka e vërtetë, jo darkat dhe manipulimet katolike ortodokse. Me që po flasim, urdhrimet, masandaj thot, ki besim tek Jahu me gjithë zemër, thot. Prit, thot, ki besim, thot. Mbaj shpresën e gjallë. Dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Mos u mbështet në gjykimet e rreme, në mësuesit që të po të drejtojnë për të harruar urdhrimet e Atit, ligjin e tij të mirë, të drejtë, të shenjtë. Pranoje në të gjitha rrugat e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mos e mbaj veten të ditur në sytë e tu. Po çfarë do të bësh? Do të ki frikë nga Jahue në këtë rast, do të ki nder, ki zbato urdhrimet e tij, thot. Jepi nderin që takon emrit të tij, karakterit të tij, sepse të ka krijuar nga hiçi. Ka dhënë jetë në këtë rast. Të ka dhënë frymën, të ka dhënë beslidhjen e gjakut të Mesias, që të veçojë në momentin që i the unë po pendohem dhe besoj, po sot akoma nuk kemi atë pendimin. Shumë njerëz kanë besuar, unë besoj, po pendimi ku është? Sepse kështu t'janë thënë, o lutja e shpëtimit, po besove në këtë rast. Pendohem dhe besojmë. Ajo është në këtë rast predikimi i lajmit të mirë, të mbretërisë së tij. Pendohesh nga mëkatet që ke shkelur ligjin, urdhrimet e tij. Në këtë rast edhe masandaj beson dhe mban besimin e gjallë. Dhe punon me veten tënde, punon me mishin që paraqet në këtë rast mëkatin, shkeljen e urdhrimeve. Ki frikë nga Jahve dhe hiq dorë nga e keqja, hiq dorë nga e keqja, vëlla motër, hiq dorë nga mëkati, hiq dorë nga çdo imoralitet, nga çdo kënaqësi, nga idhujtaria e vetes tënde, hiq dorë. Hiq dorë nga çdo lloj postimi në Facebook të fotove tënde, është një idhujtari, hiq dorë prej tyre.
Kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Ha, në njëjtë kontekst e Jobja, nuk e folëm. Do ta shikojmë. Kockat e tia mos andaj çfarë? Filluan të restauroheshin. Mishi i tij, siç e pamë, mishi i tij u bë freskët, sikur ishte fëmijë dhe u kthye në ditën e rinisë së tij. Do t'i lutet fort Elohim dhe do të gjej hir përpara tij, sepse është penduar tani. Dhe mund të sodisë fytyrën e tij me gëzim, lavdi atit, të do sodisë fytyrën e atit. Kur shikon fytyrën e atit, çdo gjë është në rregull, vëlla motër. Kur shikon fytyrën e tij, kur shikon fjalën e tij, që është fytyra e tij këtu brenda. Kjo është fytyra e tij. Asnjëri nuk e ka parë atin dhe të jetojë, nuk e ka parë fytyrën e tij. Por kurrizin e pa dikush në malin Sinai, që ishte Moshe. Mos andaj në fytyrën e tij u shfaq ajo vetëm se i pa hijen e kurrizit të tij. Ka patur kohë që ati ka zbritur dhe ka folur me njeriu, sy për sy, dhe ishte me Mojsiun që fliste. Por tha asnjëri nuk mund më shikoj fytyrën time dhe të jetoj. Përse e thoshte Mojsiu? Sepse thot ti je akoma në thumbin e mëkatit, thot. Ke akoma mishin, thot, që përmban mëkatin, që unë në këtë rast e konsumoj me lavdin time, sa të por në atë ditë lavdiatit, si thot shkrimi në zbulesa 1:8, që Jahve po vjen, do vi me gjithë të birin e tij, do ta shikojmë. Për ata në këtë rast që ati do vendosi të denjë, që do t'japi trupin ynor. Kur mishi do jetë hequr, çfarë na ndalon të shikojmë atin e birin e tij? Do marrim trupin ynor siç e ka biri i tij. Çfarë të ndalon ty dhe mua? Do jemi pjesë e qytetit në atë ku është lavdia e tij, kur ati në këtë hapi qellin dhe nuk ka me barriera, siç kemi kupën qellore. Është një mësim vetë. Gjithë toka me forma të gënjeshtra të nazës. Në kohën e dur. Duke u drejtuar, do t'i lutet fort, në këtë rast do gjej hir pranë tij, do mund të sodisi fytyrën e tij me gëzim, sepse Elohim do të çfarë, e ka rivendosur njeriu në drejtsinë e tij. Lavdiatit. E ka rivendosur në drejtsinë e ligjit. Duke ju drejtuar njerëzve, mos andaj ja ku vjen dëshmia. Vllai motë, di çfarë më ndodhi? Do të thotë, kam mëkatuar dhe kam shkelur drejtsinë dhe nuk u ndëshkova siç e meritoja. Si mëkatojmë, duke shkelur urdhrimet, festat e atit, sabatin e tij. Unë mëkatova. Kisha shkelur drejtsinë e atit, kisha shkelur ligjin e tij. Dhe nuk u ndëshkova siç e meritoja. Ati pati mëshirë për mua. Elohim e ka shpenguar shpirtin tim, që të mos briste në kropë dhe jeta ime mund të shoh dritën. Dhe ja, Elohim e bën këtë 2 herë, 3 herë me njeriu, me ty dhe me mua. Vazhdon në këtë rast ati të trokasi në zemrat tona. Vazhdon të na paralajmëroj me dhimbjet e shtrateve tona për disa. Disa për nesh kanë dhimbje romatizme, kanë dhimbje të vazhdueshme. Përse? Sepse ati shikon zemrën, heton zemrën. Ku e zemra jote? Me busë, të devotshëm në dukje, ka plot, sot. Ka plot. Por çfarë praktikon? Çfarë ecën? Çfarë në këtë rast, çfarë dëshmi e le ndaj familjes tënde, ndaj asamblesë tënde? Çfarë mëson asamblesë tënde, vëlla? I mëson tani që ligji i atit është hequr. Okej, do ecim në paudhësi tani. Ligji i tij është hequr. Kjo është integriteti dhe autoriteti që ati të ka dhënë tyne. Mos hyjmë në këtë rast kush e ka dhënë atë autoritet në atë parë se është për të pyetur. Se ati nuk jep autoritet e thirrje asnjë personi që të drejtojë kopejnë në shkelje të ligjit dhe duke mbajtur festat pagane, pemët, Saturnalian apo Valentinin, vitin e ri pagan, që nuk është viti biblik. Ajo është integriteti, ajo është karakteri i atit, që ti duhet të mësosh në asamblenë tënde.
nese. Ati e bën këtë 2 herë, 3 herë me njeriun për ta shpëtuar shpirtin e tij nga gropa, për ta ndriçuar me dritën e jetës. Në atë ditë. Fjalët e këtij ligji në këtë rast thotë, nuk janë pa vlerë për ju, për është jeta juaj. Dhe me këtë fjalë do të zjatni ditët tuaja. Nuk e tha në fjalë të urta. Në fjalë të urta. Do të shtohen ditët e gjata, vite dhe jetë e paqe, duke mbajtur mësimet e Atit, duke mos i harruar ato, në këtë rast duke ruajtur urdhrimet e Atit, si bedja e syrit tonë. Masandaj do të shtohen, ja ku kene të verdhë, do të shtohen ditët të gjata, vite, jetë dhe paqe. Tani, një moment të reflekto, vëlla motër, vetëm në vargu i parë. Tani, kur ti nuk ke urdhrimet e Atit, kur ti nuk ke mësimet e tia, atëre si do të shtohen ditët e gjata, në këtë rast në tokë po flet, por masandaj ka të bëjë dhe me jetën e përjetshme. Ti dëshiron të kesh jetë, dëshiron të kesh paqe në jetën tënde. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin tënd, asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Ndërkohë kishim disa rrëzime që ndodhen e Jobi 33, apo jo? Ja ku kemi rrëzimet. Dhembjet në shtratin e vet, torturën e kockave për të pandër prera, mishi konsumohet sa hapen mbi sytë. Nuk janë rrëzime këto? Mundohemi. Veprat 7:38. Kur flas me vëlla i them vëlla, si e përcakton shkrimi urdhrimet ligjin e Atit që u morë në malin e Sinait? Mori fjalën e jetës, o Stefani, për na e përçuar neve, po i thoshte popullit të tij. Mori fjalën e jetës. Ndërkohë në Filipianëve 2, çfarë thot shkrimi? Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur se keni qenë në gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, dhe më shumë tani që jam larg, punoni me shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje. Pa pak më përpara, çfarë përcakton të ecja në frikë dhe me dridhje para Atit? Sepse Elohim është ai që vepron me ju vullnetin dhe veprimtarinë sipas pëlqimit të Tij. Bëni çdo gjë pa u ankuar, pa kundërshtime, që të jeni çfarë të paqortueshëm. A nuk ishte i gjithë shkrimi që na ishte dhënë? Ja ku ta shikojmë. Për mësim, për doktrinë, për bindje, për ndrejtje, për edukim në drejtësi. Ne kemi ligjin e Tij, fjalën e jetës. Fjalën e jetës. Ku na shkoj? Fjalën e jetës. Ligji i Tij është për mësim, për bindje, për doktrinë, doktrina e mirë, mos e bradhtisim atë, për bindje, për ndrejtje. Në këtë rast mos jemi të veçortueshëm, se po që veçortueshëm jemi në mëkat, po të jemi të paqortueshëm si të pastër, rroba e pastër. Ne ta shikojmë pak më vonë si mbahet rroba e pastër. Ti je i paqortueshëm, bijt Elohim, pa të meta, në një brez të padrejtë. Se atë thot në të rast kur isha mëkatuar, tha Jobi, dhe kisha shkelur drejtësinë e Tij. Po Ati më restauroi në drejtësinë e Tij. Ti jemi të pa meta në mes një brezi të padrejtë, të çroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, ndriçoni. Ju jeni drita e botës. Ligji i Tij është dritë. Si do përcaktojmë dritën tonë? Duke ecur në mëkat, duke shkelur urdhërime, duke refuzuar ligjin, festat e Atit? Ajo është të jemi në dritë? Apo kur është ligji i dritë në këtë rast dhe neve ai urdhërimi është llambë dhe është dritë në shtegun tim, në Psalmin 119 që është flet kontekstin për urdhërime për ligjin e Atit?
Masandaj neve duke mbajtur urdhrimet e Atit veçohemi vëlla e motër. Veçohesh nga padrejësia, nga gjërat e çoroditura, nga ky brez i paudhër. Duke mbajtur lart ke fjalën e jetës. Fjalën e jetës, a nuk na tha pak më përpara kush ishte fjala e jetës? Që u dhanë Mali Sinai. Shiko sa hapur apostulli Shauli i thot kishës në Filipin. Filipianëve, në Filip. Që ju do ta mbani lart, thot ligjin, urdhrimet ose ajo është fjala e jetës, që ju masandaj duke ecur në urdhrimet do jeni të pameta, do jeni në këtë rast të paqortueshëm, mbi të pastër. Të shikojmë të patëmeta. Patëmeta. Një sekondë. Patëmeta. Ishte një varg që desha ta. Patëmeta. Në Luka, e kam diku këtu për thjesht për ta, nëse, nuk e di nga Luka 1, nëse, Luka 1. Ja, po e nxjerrim shkrimin se ishte Luka 1. Duhet ta kisha aty afër, por se duket që janë shumë shkrime. Luka 1. Si jemi ne të pametër. Megjithëse do të kesh marrë një dëshmi tani, por gjithsesi Luka 1. Vargu 5 dhe 6. Luka 1. Janë emrat e të vërtetë, vëlla motër, to emrat me emrat paganë. Atëherë, në ditët e Herodit, ja ta shikosh, në ditët e Herodit, mbreti të Judesi ishte një prift me emër Zakaria, dhe nga rendja Abiasut. Gruaja e tij ishte pasardhës e Aronit quhej Elisheva, që të dy ishin të drejtë në sytë e Elohim, duke ecur çfarë? Patëmetë në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Jahve. Kur ne Filipianëve ty po thotë shkrimi dhe mua bashkë, që neve në të rast të jemi të paqortueshëm, patëmeta, në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në të rast kur je duke mbajtur lart fjalën e jetës, do jesh patëmeta. Kush është fjala e jetës? E përcaktuam pak më përpara, është urdhrimet ligji i Atit. Ja ku kemi këtu duke ecur patëmeta, në të rast në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e tija, ja si je në të rast patëmeta, ja si është rroba e pastër. Duke ditur që mëkati është shkelja e urdhrimeve, shkelja e ligjit, e para Gjonit 3:4. Le të shkojmë tek Jeremiahu 3. Dhe më tha akoma biri i njeriut, shko në shtëpinë e Izraelit dhe tregoj fjalët e mia, sepse nuk je dërguar te një popull me një të folur të errët dhe një gjuhë të vështirë, por në shtëpinë e Izraelit. Jo te shumë popull me një të folur të errët dhe një gjuhë të vështirë, fjalët e cilët ti nuk i kupton, por me siguri thot po të kisha dërguar tek ata, do të kishin dëgjuar, por shtëpia e Izraelit nuk do të dëgjojë, sepse nuk duan të më dëgjojnë mua, thot Ati. Në fakt, shtëpia e Izraelit e ka ballin të fortë dhe zemrën kryeneqe.
Ja unë e bera fytyrën tënde të fortë kundra fytyrës së tyre dhe e bera ballin tënd të fortë kundra ballit të tyre. Unë e bera ballin tënd si një diamant më të fortë se stralli, mos ki frikë prej tyre dhe mos u trem nga ata sepse janë një shtëpi rebele. Problemi që shtëpia e Izraelit, siç ka shtëpia e Atit sot, ishte problemi krenarisë, që ne nuk duam të ecim në urdhrimet në festat e Atit dhe nuk duam të kemi një zemër të urtë, një zemër butë, masandaj kur nuk ke një zemër të tillë, masandaj Ati refuzon atë person. Ishte njëjti problem. Le të shkojmë tek nëse prekim dhe gjoni masandaj do shkojmë tek urdhrimet e Atit. Ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po ja shpallim juve. Elohim është dritë dhe në të nuk ka kurrë fare errësirë. Ligji i tij është dritë, karakteri i Atit që shprehet në urdhrimet e tij. Po të themi se kemi bashkësi me të, me Atin Elohim, dhe ecim në errësirë, gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktikë të vërtetën. Të vërtetën. Ligji i tij është i vërtetë. Lavdi Atit. Dhe po të ecim në dritë, po të ecim në urdhrimet e tij, sikurse ai është në dritë, nuk gjendet mëkat, nuk është dhe nuk duhet gjendet në jetën tënde. Po të ecim në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin, kemi miqësi me njëri tjetrin, inkurajojmë njëri tjetrin, me që dita po afrohet, dhe gjaku Jashua Mesias, birit të tij na pastron nga çdo mëkat. Kur ke bashkësi me njëri tjetrin, fillon me rrëfej mëkatet njëri tjetrit, dhe masandaj, në të rastë, gjaku i tij na pastron nga çdo mëkat. Përse na pastron gjaku i tij? Sepse gjaku që ai çoi përpara Atit, na bëri të mundur që ne mund të shkojmë tani dhe të rrëfejmë mëkatet tona. Nga ky është konteksti, sepse është i lidhur me të parën e Gjonit një argument që po të rrëfejmë mëkatet tona, ai është i drejtë, thotë, dhe masandaj do na fali dhe do na pastrojë nga çdo paudhësi. Rrëfimi që neve bëjmë në emër të Jashuas, Atit, për faljen e mëkateve tonë. Nuk i rrëfen njeriut, nuk i rrëfen papës, po priftit, apo të shpëtoj Maria, apo njerëz, apo guri, apo ka plot gjëra. Nëse do t'i flasim. Letë e pamë. Le të shkojmë tek para se të shkojmë tek Ezekieli, që është më vonë, por desha të shkoja në urdhrimet e Atit. Do të shkojmë tek urdhrimet e tij, çfarë flet mësandaj dhe do rikthehemi përsëri. Ishte një varg që lavdi Atit. Ligji për 3:12 thotë: këto janë statutet dhe dekretet që duhet të keni kujdes të respektoni në vendin që Jahwe Elohimi ju e jetërve tuaj thotë të ka dhënë si trashëgimi të gjitha ditët që do të jetoni mbi tokë. Do të shkatërroni plotësisht të gjitha vendet, u kombet që do të zotëroni u shërbenin hynive të tyre, mbi malet të lartra, mbi kodra dhe në çdo pemë të gjelbër. Ja ku ke pemën e gjelbër në dhjetor. Do të rënoni altaret e tyre, do të coptoni kolonat e tyre të shenjta, do t'i vini flakën asherimeve të tyre, pemëve të gjelbëra, do të rëzoni shëmbëltyrat dhe të këdhendurat të hynive të tyre, do t'i zhdukni emrin e tyre nga këto vende. Përse? Sepse kur thash pak më përpara, sepse zemra e popullit masandaj shkon ndaj hynive të tyre, ndaj gëdhendurave të tyre, ndaj shëmbëltyrave të tyre. Dhe sot i ke brenda në kishë çdo pemë të gjelbër, çdo asherim dhe ikona apo gdhendura apo shëmbëltyra, ndërkohë Ati thotë ato gjëra thotë duhet i radikosh. Çfarë tha Mesia? Në Mateu 4. Fundimi i tretë që pati. Dhe djalli e çoi përsëri në një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre. I tregoi
Dhe unë lutem Atit që ti mos bie shpreh e tregimit që Satani të bën në jetën tënde, me mbretëritë e kësaj bote, lavdinë, lakminë, apo nga ana tjetër shumë prej jush unë ndjej në zemër që shumë prej jush kanë frikë për të ardhmen. Çfarë do ndodhi? O bobo, kjo ja shiko situata si e kam këtu. Ndërkohë situata tënde ka një zgjidhje vëllai. Zgjidhja e parë që në këtë rast ti duhet të marrësh është të trokasësh ati lart, të lutesh për paratë. Nëse nuk je në gjendje të marrësh, duhet të këshillohesh me dikë që ecën në urdhërime në fesat e Atit, që ecën në rrugën e Tij, dhe siç thotë në ligjin për të rirë 17, duhet ta dëgjosh masandaj se në momentin kur nuk e dëgjon atë person që Ati ka vendosur për të shërbyer, thot masandaj thot ai person po ecën në mendimallësi, thot në kryen e Tij. Gjithmonë kur kam këshilluar disa për jush, kam parë aspekte më të thella që ti akoma nuk i shikon, biles ti dhe ndoshta ke parë, por janë shkalon atë përgjegjësinë tënde për të qëndruar ndaj elefantit që ke brenda në jetën tënde, që është në dhomën tënde, e ke situatën përpara, dhe aty duhet të qëndrosh për të zgjedhur situatën. Por nëse në këtë rast ti nuk do të adresosh atë çështje, dhe pasaj do të shkosh të shkelësh urdhrimet e Atit, ajo është zgjedhja tënde. Do të thënë ti po adhuron njerëzit se do të adhurosh Atin. Do të nderosh njerëzit sa para se nderosh Atin. Ajo është shërbesa jote. Nuk kemi me autoritet mbi gjëra që shumë herë kam këshilluar. Dhe unë, tha Satani, do të jap të gjitha këto nëse bie përmbys përpara meje dhe më adhuron. Apo vllau, po nuk po adhuroj Satanin, po adhuroj me sjelljen tonë, e adhuron me vendimarrjen tonë, kur largohesh nga urdhrimet, nga fesat e Atit, po lavdëron në këtë rast çdo manipulim që ai të ka sjell me anë të gënjeshtrës. Ndërkohë Mesia vetë Jeshua tha shporu Satan, sepse është shkruar, dhe ti do të thuash në jetën tënde, duhet të shikosh që është shkruar në librin e Tij, adhuro Jahwe Elohimin tënd dhe shërbej vetëm Atij. Kjo do të jetë ai shqetësimi tënd. Kryesor në mëngjes ku ngrihesh që të adhurosh Atë dhe të shërbesh vetëm Atij. Dhe ku ishte shkruar, vëlla motër, kjo? Ku ishte shkruar kjo gjë? Sepse kur shikon është shkruar. Akoma kemi shërbesën e Mesias që nuk ka zbritur nga mali, nuk ka filluar 3.5 vjetët e Tij. Është shkruar ku? Ishte shkruar në ligjin për të rirë 13, kur flet për profetët e rreme që bëjnë thot dhe shenja dhe mrekulli, dhe ato mrekullia realizohen, gjithashtu dhe realizohen thot. Dhe po të drejtojnë mbas unive të tjera, thot, që ti nuk ke njohur, dhe po të treqin për të shërbyer atyre. O po vlla, po unë e di që Mesia është ringjallur në ditën e tretë dhe unë po i shërbej Atij. Po, vëlla motër, ti ndoshta ke një zemër për t'i shërbyer Atij, por jeta tënde çfarë po praktikon, ajo është shërbesa që ti po i bën mbretit të lavdisë, po i shërben të ligut apo po i shërben Atit. Dhe po ta jep në 2 pjesë vetë shkrimin e ligjit për të rirë, ku përcakton një profet të vërtetë, që në këtë rast vjen në ambientin tënd, një mësues apo një apostull. Ai po të bën shenja mrekulli, ndërkohë shiko frymra kur është mbrapa, apo shumë prej jush nuk e dallojnë dot, nuk keni akoma frymën e dallimit të frymrave. Por dallon nëpërmjet shkrimit dhe po ta thotë që Ati thot, po ti ka vendosur, thot, ti nuk do të dëgjosh fjalët e këtij profeti, sepse unë thot po të ve në provë për të ditur përse që nëse ti do ta duash Jahwe Elohimin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Si do ta duash, vëlla motër, sepse neve qëndrojmë me njëherë po të shikojmë, do ta dua me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Si e do në praktikë? Po flasim gjërat në praktikën tënde, në jetën tënde të përditshme. Si e do Atin? Do kesh frikën nga ai dhe çfarë, do respektosh urdhërimet e Tij, do t'i bindesh serit të Tij. Kjo është dashuria e vërtetë. Vete para Gjonit 5:3 po ta thotë, hapurazi. Kjo është dashuria e Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e Tij, dhe urdhrimet e Tij nuk janë të rënda. Kjo është dashuria e vërtetë, dashuria biblike.
që reflekton në zbatim të urdhrimeve, të festave, të sabatit të atit, duke qenë një shenjë përjetshme, beslidhje përjetshme për ty, për familjen tënde, që ti të pushosh sepse sabati është berë për njeriu, të tha vetë mbreti Jashua Mesia, të tha vetë Haprazi, e pam pak më përpara. Është berë për njeriu, është vendosur, është në këtë rast është rafinuar, është konkluduar, është përgatitur. Është një mrekulli për njeriu. Ja ku i ke. 2. Ja po t'i ndaj pak. Ke profetin e rejmë, mësusët e rejmë, në pjesën e parë, që bëjnë një shenja dhe mrekulli që realizohen, nuk do thotë që shenjat dhe mrekullitë në këtë rast të vinë prej atit gjithmonë, vëlla motër. Apostu që bënin shenja mrekulli ecën në urdhrimet e atit. Kur që në ardhin e frymës së shenjtë, çfarë po bënin? Çfarë po bente ajo asamble që ishte lindur në shkretir me qëra fjala, por çfarë po bënin apostujt? Qëndronin në Jeruzalem. Kush i tha? I tha Mesia, një nga urdhrimet e tia. Do me thënë, Mesia i dha urdhërimin për çfarë? Që të zbatonin urdhrimin e atit në ditën e Pentakostit, në ditën e Reshaja, në ditën e Shavuotit që ishte në këtë rast 50 ditë, që numërohen në Levitikun 23. Qëndronin në Jeruzalem, zbatoni urdhrimet e atit se do meni fuqi nga lart, dhe masandaj në kur dita u përmbush, kur dita e Reshajave u përmbush, do të përmbushin 50 ditë, dhe erdhi manifestimi i vërtetë i shenjave mrekullit që pasua masandaj apostujt, sepse ecën në urdhrimet e atit, ecën në ligjet e tia, ecën duke mbajtur ligjet dietore. Po, veprat 10. Veprat 10 ishte për njeriu, nuk ishte ati tregovi qarqafin duke thënë. Tani njerëzit Kornelun që ju e quanit të papastër, të ndotur, unë do t'i pastroj me anë të regjenerimit të frymës së shenjtë. Pastrimi që bën fryma, që bën fjala mbi të gjitha. Ai ishte konteksti dhe ati më tregoi që të mos e quaja as një njeri të papastër. Ati tregoi ku? Në vizionin. Ati thotë të në krastë të shkeli urdhrimet dhe ligjet dietore, të hajë çdo gjë të papastër, ndërkohë që ligji i tij është i përjetshëm, kur ka vendosur në ligjin për të rirë 14, Levitiku 11, çfarë të përket ty dhe mua për të ngrënë pastër duke qenë tempulli i frymës së shenjtë, kur fut gjërat e papastra do të sillin sëmundje, vëlla motër. Kur ha derin, kur ha leprin, kur ha kocjet, midhjet dhe çdo gjë të papastër që ati nuk e ka përcaktuar për trupin që ai ka krijuar. Masandaj ka pasoja, sepse ndërgjegja jote nuk duhet të hajë atë gjë, sepse përcaktohet nga urdhrimet që ati ka vendosur si të mira, të drejta, të shenjta. Vetë kur apostulli Kefa, Pjetri që themi, Pjetri është një emër grek, Kefa quhet. Apostulli Kefa, kur në vepra 10 tregon që unë nuk kam ngrënë asnjë gjë të papastër apo të ndotur, ati po thoshte, nuk po flas për gjëra të dhash vizionin dhe të mos i quash asnjë njeri, ishte konteksti njeriu. Për sot po t'i flasësh dikujt për kontekstin, me një vrapojmë, sepse bien fortesat e gënjeshtrave të tyre. Ndërkohë që ato fortesat duhet të bien, që ti të vish në dritën, që ti të vish në urdhrimet e atit, ti të vish në jetën, sepse nëpërmjet urdhrimeve sapo e pam, në fjalë të urta ka jetë, ka paqe. Romakëve 8, ta thot Haprazi, vargu 6, ecja në frymë, mendje që kontrollohet nga fryma. Mendja që kontrollohet nga mishi nuk do t'i nënshtrohet urdhrimeve, festave të atit, sabateve të tia, ndërkohë që të mbahen në 1 vjeçarin. Përse ta thot në Kolosianët 2, thot, që filozofia e njerëzve, mashtrimet e kota, gjërat të tilla, thot, ju mos i vini re, thot, ata të mos i lejojnë të gjykojnë juve, që mbanin sabatin, që mbani ditën e parë të muajit që ati ka përcaktuar nga urdhrimet që ta nderojmë atin. Këto gjëra janë hija e gjëra që do vinë ku? Në 1 vjeçarin, ta thotë Jeshaja Isaia 66, nga një sabat në tjetrin, nga një henë e re në tjetrin, do të vinë të adhurojnë mua, thotë Jahve ushtrive.
Këto janë gjëra që po vinë në 1000 vjeçarin, prandaj vllai po buçet, po flet se cilit për jush që për të hyrë në portat e lavdisë duke mbajtur urdhrimet e Atit, duke mbajtur besimin tek Jashua Mesia. Të dyja përcaktohet ecja tënde në drejtësi, pa njolla, pa të meta, duke mbajtur urdhrimet e Atit. Ngulmohemi në të mirën e mundshme çdo ditë për të zbatuar atë që kemi përpara. Mban besimin tek Ati dhe tek Biri i Tij. Shpresa në këtë rast që ai do shfaqet, të na marrë duke ecur në bindje. Prandaj tha që përse vetë Mesia thot në Gjoni 3:36 që duhet të zbatojmë fjalën e Tij. Mateo 7 po dhe Gjoni 3:36. Jemi të bindur ndaj fjalës, ai që nuk i bindet të Birit masandaj. Nuk i bindet të Birit thot shkrimi. Zemrimi i Atit të ndron akoma mbi atë person. Ky shkrim në Ligj për 13 përcakton dhe vetë Mesia në këtë rast që ishte profeti i Atit në thonjza. Kur pastori tënd po të vazhdon të manipulojë jetën tënde, duke të thënë që ligji i Atit është hequr, tani nuk kemi me nevojë, ne adhurojmë në ditën e parë të javës që na ka dhënë Papa në vitet 300. Që undrua në vitet 300 mbasike të apostujve, vëllai motër, këto janë evidencat, janë përpara nesh. I kam bërë kur kemi marrë studimin e librit të Mateut, kapitulli 25 në kanalin tonë në YouTube. Shikoj, ja po e postoj kanalin edhe një herë. E ke në pjesën e parë. Po gjithsesi, shikoj për mësimin tënd. Lutem Atit që të kuptosh, vëlla motër, aspektet frymërore për ecjen tënde, për hyrjen në përjetësi. Më falni. Ja, po sa po e postova. Kur Mojsiu tha, Moshe, kur dekretovi popullit të tij që midis jush një ditë do dali një profet dhe fliste për Mesian, po i thoshte popullit të Izraelit. Atë do ngrej një profet, thot, si mua, thot, dëgjoni atë, thot, dëgjoni, dhe kishte fjalën për ardhjen e Mesias. Tani, kur Ati thotë për profetin e tij që duhet të ecin siç e ke në vargjet 3 dhe 4, duhet të në të rast të ecin me urdhrimet e tij, të shërbejnë dhe të jenë lidhur ngushtë me Atin, që fjala respektojnë urdhrimet dhe t'i binden zerit të tij, është kyçi i tërë jetës në të rast të Mesias, sepse Ati vendosi të birin e tij të bindur, dhe thotë pak më përpara në Hebrejnë 5 që ishte i bindur dhe mësoj të jetë i bindur nga gjëra që pësoi. Froj lutje, agjerime, në të rast, kur vetë në Getsemane, në kopshtin e Getsemas, ishte lutja që ishte në të rast ishin djersë që binin rëke, apo jo, si Lot. Shkrimi përcakton në të rast atë si gjak në të rast. Përse? Që ta shpëtonte nga vdekja e dytë, që ta ringjallte vëlla motër. Dhe se ishte birë, por në këtë rast u lut që ta ringjallte, e pam në Hebrejnë 5. Tani, ti dhe unë, çfarë duhet të bëjmë neve në jetën tonë? Na mjafton në këtë rast që para 20 vjetësh, apo 10, apo 2 vjet, neve besuam, dhe jemi drejtuar në këtë rast nga gjëra që nuk janë të shkrimit, nuk duan të dimë për urdhrimet e Atit, që Mesia na la një shembull, na la në të rast ecin e tij. Çdo mësues, profet, apostull, ungjilltar që nuk zbaton urdhrimet, fesat e vërteta të Atit, largohu prej tyre vëlla motër. Largohu sepse po të drejtojnë në rrugë të gabuar. Vëlla qa po thua? Okej. Ja, këtë po them vëlla motër. Nga kjo e dimë se kemi njohur Atin Elohim, në qoftë se zbatojmë urdhrimet e tij, kjo është intimiteti, kjo është njohja e identitetit tonë i vërtetë. Ai që thotë e kam njohur atë, ai që të vjen të thotë unë e njoh Atin, unë e njoh Mesian, si ti e përcakton?
Do ta përcaktosh në këtë rast, ai që të thotë e kam njohur dhe nuk zbaton urdhrimet e tia, ti largohu prej tij sepse është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në te, vëlla e motër. Kush zbaton fjalën e tij me të vërtetë, dashuria e Elohim është e përsosur. Nga kjo e njohim se jemi në te. Nga kjo e njohim se kemi marrëdhënie me te. Nga kjo e njohim në këtë rast nëse jemi brenda në besidhen akoma, jemi akoma në mbretërinë e tij. Urdhërimet e Atit janë gjëra me çmuar që do të jetë në jetën tënde. Është përmendur me ka 200 vargje që përmende vetëm në Dhijata e Re për gjëra të tilla. Një ditë me hir natë do t'i marrë të 200 e cat dhe vetëm pa ndaluar. Ata rrëfejnë se e njohin Elohim, Titi 1:16, por me vepra e mohojnë, me praktikën e tyre mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur, pa moralshëm, morali mirë, integriteti i shkrimit, i urdhrimeve të Atit. Kur ne ligji për të rirët 32 vargu 4 përcaktohet që Ati është i mirë dhe i drejtë. Ne Isaia 6:23 mos gaboj. Që Ati është i veçuar, duke ditur që Ati është i shenjtë, këta e dimë. Tani Ati është i drejtë, i mirë dhe i shenjtë. Vjen apostulli Shaul në Romakëve 7:12 thotë ligji është i mirë, i drejtë, i shenjtë. Çfarë nuk kuptojmë këtu ja? Domethënë, ai drejtuesi tënd po thotë që Ati është i mirë, i drejtë, i shenjtë, por ligji i tij masandaj nuk është pjesë. Ligji i tij, fjala e tij tani hajde këtu se të mësoj unë, nuk ke nevojë të shikosh vetën ti, të ngulmosh, nuk ke nevojë që ti të jesh perës i ligjit në këtë rast, të ngulmosh të ligjin e përsosur. Nuk ke nevojë më. Kjo është realiteti që po shikojmë sot. Njohja, po flis njohjen që sa po fola pak më përpara, nga kjo e dimë se kemi njohur atë. Kjo është dashuria e vërtetë. Duke zbatuar urdhrimet e tija, festa, sabatin, që Ati ka veçuar për ty dhe për mua. Është një shenjë përjetshme. Kur flet në Isaia 56 që mos ma përdosin sabatin tim, thot Ati, dhe festat e mia. Thot ai, thot që do ta nderoj sabatin, thot, dhe festat e mia, do t'jap një emër dhe një vend, thot, në 1000 në qytetin tim, që do ketë për masat pothuajse 2/3 e kombit të Amerikës. Do zbresi nga lart, është prej ari, është prej çdo lloji guri të çmuar, është vepra e përsosur, është lavdia e Atit që do zbresi.